Ndërtimi i kolektorëve të ujrave të bardha është procesi kryesor i punës ku po punohet këto ditë me zbatimin e projektit për rikonstruksionin e rrugëve të zonës informale te kish fermentimi pas drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër. Inxhinieri i ndërtimit Fatbardh Halili tha se ky projekt përfshin të gjitha elementet, duke filluar me kanalizimet e ujrave të zeza, ujrave të bardha, rrjetin e ujësjellësit, asfaltimin dhe ndriçimin. Janë 3 kilometra e 200 metra rrugë që po ndërtohen në këtë zonë informale e populluar që nga viti 1991 nga mijëra familje të ardhura nga zonat malore, si Shllaku, Dukagjini, Malësia e Madhe, por edhe Puka dhe Tropoja, të cilat gjithnjë kanë kërkuar ndërtimin e kësaj rruge. Kanë njësaj rrugët po e lullën. Tash e kanë bën fiks. Për mua kanë bën fiks. 30 vite ka si ke marrë. 30 vjet me demokracinë. Balë të dha që ha dhe s'po kryen kur. S'po kryen kur veç. Vje burri me orvat me i kry halën. Bile në karë seri si këni hi ka stedhë. A kupton? Jo se sa kanë nevojshme, sa këna pa bondi kur bën kjera. Nevojshme kanë. Po, spriqim. U lumët. Deri tani është kryer rreth 50% e volumit të punimeve dhe në vijim do të punohet në sistemimin e trases dhe përgatitjen për asfaltim. Sipas specialistëve, brenda muajit qershor ky projekt do të jetë i përfunduar, për të cilin Bashkia Shkodër ka financuar mbi 76 milionë e 621.022 lekë të reja. Kjo zonë informale me mira shtëpi është në proces legalizimi.